Kryeministri Rama ishte sot në salinë e komunitetit musliman shqiptar, ku në një ceremoni të organizuar nga ky komunitet, dorëzoi lojën e ndërtimit e cila I hap rrugën fillimit të punimeve për ndërtimin e xhamisë së madhe në kryeqytet. Kryeministri ju drejtua me një fjalë përshëndetëse audiencës, ku të pranishëm ishin drejtues të komuniteteve fetare në vend, si dhe besimtar musliman. Në përfundim të saj, kryeministri dorëzoi lejen e ndërtimit kryetarit të komunitetit musliman shqiptar, Skënder Bruçajt, duke shprehur bindjen se projekti I shumë pritur prej më shumë se 20 vitesh, do të kishte gjithë përkushtimin e komunitetit për të realizuar me sukses të plot. Ju keni të drejtë që të silleni të gjithë si Shën Thomai që nuk besonte pa prekur për këtë punë e xhamisë madhe, se u bë histori kaq e gjatë e në këtë zyrë, në këtë godinë u bën kaq shumë burra me demek të mëdhej, jo për nga gjatësia, po për nga pushteti, që hynë e dalin e flasin për leje. U dha leja, s'u dha leja, do japim lejen, s'do japim lejen. Më pas, kryeministri Rama, shoqëruar edhe nga drejtues të komunitetit musliman, shkoi në vendin ku është parashikuar për të ndërtuar xhamia e madhe e kryeqytetit. Kryeministri kërkoi që projekti I ri I xhamisë të vendoset aty për publikun, I cili mund të njihet më në detaje me të. Parku publik dhe Muzeu I Bashkëtesës do të jenë risia e këtij projekti për qytetarët e Tiranës. Nga sot edhe për publikun duhet vendosur projekti I ri që të shfaqet, I cili ndryshon katërcipërisht nga projekti I vjetër, sepse nëse në projektin e vjetër xhamia ishte kthyer nga ato New Jersey që ndajnë rrugën, në projektin e ri ka një park të madh publik dhe nuk është vetëm që nga një pallat me xhami kaluam në një xhami pa pallat, po në vend të pallatit do të ketë një park publik për qytetarët dhe do të ketë edhe një muze të bashkëtesës, kështu që është shumë e rëndësishme që qytetarët e shohin projektin.